E para kanë... Mund kishte edhe 2005 ka qenë një klim tjetër, sepse kishte shpresë, kishte optimizëm, shqiptarët nuk kishin ikë në to përmasa nga Shqipëria, nuk kishte frika që është sot. Sot ka frikë, sot kanë frikë njerëzit. Pjesa më e madhe e tyre janë largu, ato që si janë largu mendojnë që të largohen. Dhe nëse mu, për shembull, më pyet ku njeh më shumë këtej apo anej, unë kam kuptuar gjatë këtyre 2 muajve që kam qenë jashtë, se unë më shumë njoh andej se sa këtej, sepse realisht më shumë janë jashtë kufive të Shqipërisë se sa brenda kufive të Shqipërisë. Kopi sigurisht ka qenë një gjetje e mirë, sigurisht pat një impakt interesant në opinionin publik, dhe ju keni shumë të drejtë. Pjesa më e madhe e tyre ishin absolutisht trime energji, të shkolluar, me pozitivitet, pavarësisht se cili ishte kryetari dhe si përfunoi historia. Prandaj duhet me qenë shumë të kujdesëm në çdo iniciativë që merret. Ndërsa për sa i takon koalicioneve, ne jemi në një sistem tjetër. Nuk jemi më në atë majoritarin që kemi qenë përpara. Është në shu sistemi, është proporcional, rajonal, dhe nëse ti nuk merr një vendim për të mos lënë asnjë për të humbur, asnjë votë, sa të vogël, sa do e parancishme që të duket ajo forcë politike apo jo emër, ti mund të dëmtosh veten. Dhe unë mendoj se që ka qenë shumë racionale, vendimi për të përfshi të gjithë emrat e çdo partie që janë kundër pushtetit, në mënyrë që mos lëjmë asnjë votë për të humbur. Unë do kisha dashur që edhe forcat tjera politike të ishin përfshirë, po ato kanë zgjedhjen e tyre dhe është e drejtë atyre për ta zgjedhur. Ka një grup të rish, dhe unë besoj se do jenë ato pjesë e parlamentit të ardhshëm, që kanë bërë shkolla shumë të mira. Jo vetëm ato, po ne kemi shumë 33 që kanë marrë shkolla shumë të mira. Ndoshta s'kemi ditë mi ba edhe reklamin, po them reklamin, se s'më pëlqen fjala reklam, po PR-in e duhur dhe për t'i prezantuar se sa shumë janë dhe sa të ri, domethënë që mund të investohet pa frikë, duke qenë optimist, ato mund të jenë politikanë të mirë të ardhshëm. Nuk i kemi përdorë emrin kopë e tjerë, por ata aty janë. Dhe unë besoj se do jenë në parlament. Dhe janë të mirë. Zëra Topalli, me çfarë oferte do t'i vi Partia Demokratike në këto zgjedhje shqiptarëve? A është ajo një ofertë e besueshme? Kur bëhet fjalë për një njerëz që kërkon për herë të tretë të vi në pushtet? Atëherë, në 3 dekada, këdo që të pyesësh, kundërshtar apo jo, cila është qeverisja më mirë gjatë tyre viteve, të gjithë do të edhe kundërshtarët më të mëdhej të PD-s apo të BRI-s do thonë që qeverisja më mirë ka qenë 2005-2009. Dhe kjo është një fakt, nuk është opinion. Në fushën ekonomike e tjerë. Është zgjedhur emri Koalicioni për Shqipëri Madhështore. Të duket si një ide romantike, por në fakt ajo është një projekt politik. Është një projekt ekonomik. Është projekti më serioz që ka të bëjnë me atë cilët do bëhet në vitet e ardhshme nëse ne do realizojmë majorancën.